Ka një deklarat të Bashkimit Evropian, ku thot shprehimisht, po lexoj deklaratën, si që kemi deklaruar më parë, është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pa vonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Vonesa në lidhje me votimin mbi heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, mbi kërkesën për arrestim të Belinda Ballukut, është e papranueshme. Po mbroni të korruptuarit. Gjithë interpretimi dhe tallja, do thosha, doli Tauland Balla tani dhe tha, nuk është tha kërkesë për heqjen imuniteti për arrestimin e Belinda Ballukut. Jo, është leje autorizimi për mas sigurie. Si ç'është kjo punë? Si gënjeni njerëzit në të farë mënyre? Është kërkesë për arrestim, Tauland. Duan t'i vënë prangat. Shqip. Tani, ju pëlqen, s'ju pëlqen. Kjo është. Ju quheni mas sigurie, ju quheni leje, bëjeni si të doni. Ka një kërkesë nga SPAK-u për arrestimin e Belinda Ballukut, zoti kryetar. Po u mbisni kohën kot, duhet sa më shpejt që ky kuvend të marrë një vendim, dhe para se të marrë vendimin, duhen që të gjithë deputetët të kenë dosjen që SPAK-u ka sjellë në kuvend, në mënyrë që deputetët të vijen në dieni me provat që SPAK-u ka mbledhur. Është shumë e thjeshtë. Faleminderit.